U kthyte çështja e të varrosit përbashkët, mendoj që është një temë që në Kosovë patjetër do në zgjidhje. Spari, ne si shoqëri po e quajmë kështu tranzicion, nuk kemi arrit ende me rregullu me ligj shumicën e çështjeve që kanë të bëjnë me varrimet, as me ligjin për varësitë fetare, pas me ligjet e varrimit, kështu që këto janë më shumë mëshirën e individëve. Edhe çështja e varrezave në Kosovë është e parregulluar. Ne nuk kemi varreza civile, kryesisht varrezat i takojnë komunitetet fetare dhe situata të tilla shkaktojnë shpeshherë probleme. Unë kam qenë dëshmitar ku një pastor ka vdekur në komunën e Gjakovës. Dhe ai ka kërkuar që të varrosej me një ceremoni fetare të krishterë me një krysh të varri. Por Komuna e Gjakovës nuk ka lejuar që të vendoset varri te kryqi sepse varrezat ishin përkatësisë islame. Unë di shtetas amerikanë që kanë vdekur në Kosovë dhe kanë lënë amanet më varros në Kosovë. Dhe pastaj ceremonia e varrimit tyre është kthyer në një situatë kogja të rëndë, sepse ne nuk kemi varrezat e tilla kur dikush mund të varroset sipas dëshirës. Çka thonë ligjet e Kosovës lidhur me këtë tolerancë? Kemi. Realisht është thënë edhe parafolësit edhe pastores apo e përmeni që ka zbrasira shumë, do të thonë ligjet në Kosovë pak e përfshin, janë parime të përgjithshme, janë të prekun vetëm çështja mbi gjendjen civile tyne, deri dikon edhe ceremonia varrimit, po në vjatrasha, jo atë shumë të përcaktuar se çyshet tek ka mu kry një ceremoni. Ka qenë dashur të përfshihen, domethënë të gjithë. Pse mi u mohu e drejta? Realisht, nëse bazohemi në ligj, ligjin është jo diskriminues, nuk përmend asnjëherë në asnjë moment që duhet të varroset sipas një ceremonie eks fetare. Përkundrazi, ligji është jo diskriminues dhe i përfshin të gjithë njëjtë ceremoni martore që i përfshin të gjitha komunitetet fetare. Mirë po mas e mbetet çështje e familjes, ajo e cila do të zgjidhet në një mënyrë ose tjetër, marrim parasysh këto dhe amanetin nëse e lojmë prapë është çështje sa vendos familja ose sa lejon komunitetit tjetër të varroset në një hapësirë publike të varrezave të komunitetit fetar musliman në rast se është i vdekur i katolik për shembull. Do thonë është çështje më shumë e rregulluar brenda familjes, sa respektohet amaneti i të vdekurit, se sa që ndalon ose diskriminon ligji. Faktikisht ligjet ne i kemi të rregulluar në formën më të mirë të mundshme, jo diskriminuese, edhe pse ka mangësira nuk është specifike, po sidoqoftë s'ka diskriminim brenda ligjit. Jo, patyshim, nuk ka diskriminim, mirë, por nuk potencohen. Ose po e marr shembull është edhe një ateist, edhe ai është qytetar. Pse mi u mohu e drejta, për shembull, ose mi qenë diskutabile nesër, apo është një pjesëtari i LGBT-s, për shembull, ose e kështu me radhë, por a diskutohet kjo, apo është diskutuar ndonjëherë? Është e rëndësishme që të jetë mirë kuptim i mirë, qoftë me besimet e ndryshme. Mbi të gjitha besimi është çështje personale që secili ashtu si e ndjen besimin e tina, ashtu do të gjykohet, por nuk jemi ne që e gjykojmë personin fjalë. Nuk mendoj edhe nuk besoj që mund të cenohet e drejta ndokoj. Edhe nuk do duhet i cenohet e drejta. Mirë po, normalisht që secili ka një protokoll të tina, secila feje ka një ceremoni të vetën. Edhe po mbi të gjitha është mirë kuptimi, mbi të gjitha është mos të ketë ndonjë pakënaqësi ose ndonjë telashe mes vetës, duhet ta ruajmë çdo herë unitetin. Kuptova që në Prishtinë ekziston edhe varrezat NN, varreza ku janë të dedikuar për persona të pa identifikuar. Paka shumë çështja e varrimit është e lidhur poshtë edhe me vetë doktrinat fetare të komuniteteve të caktuara. Edhe ne jetojmë në një vend me shumicë muslimane dhe shumë gjëra që kanë të bëjnë me varrimin janë të lidhura me doktrinën fetare. Besa shpesh edhe me shumë bestytni që njerëzit besojnë që kanë përpavi fetare, por që nuk kanë fare. Por kjo gjithmonë përdoret si një lloj preteksti për t'i mbajtur njerëzit sa më afër
ka njëherë deri në atë banalitet më ekstrem, duke thënë që nëse ti nuk sillesh në këtë mënyrë, ki me të midhe, s'ka kush më të shtin dhe. Në shoqërinë tonë, kjo është frika më e madhe. Do të thonë që në fund nuk shtin hoxha ndhe, ti jetë për midhe, kështu që ti duhet patjetër me jetu që është kërkohet, sepse nuk të varos kërkush. E në traditën tonë, kjo është marrë e madhe, se s'ka pas kush më shtin dhe. Kështu që për këtë arsye njerëzit detyrohen me kalu në për format ndryshme, që ndoshta janë as pak të këndshme për ta, por frika aty është kush ka më varros. Unë takoj njerëz në Kosovë që më thonë, shiko, unë nuk ndjihem që i takoj këtij besimi fetar. Unë du me zgjedh një bindje tjetër fetare. Por ne kam një frikë, ku do të varrosem unë pastaj? Sepse ne duhet me jetu në atë mënyrë të friksuam se s'kena mujt me hin dhe, se nuk na shtin dhe hoxha. Kështu që për këtë arsye detyrohemi me njek një formë tjetesës, vetëm që në fund të fundit përpara masës, përpara popullit, përpara shoqërisë, ne mos kalojmë mbi kësaj jete s'ka pas kush më na varros ose deri në atë prik ku kërcënohen njerëzit që s'ka më shtikur kush ndaj. Kështu që ne kemi pjesëtar besimit ton që shpesh ballafaqohen me këtë frikë që si do të zgjidhet çështja e varrimit. Vendi jonë, shoqënia jonë ka dështuar deri tani me krijue varreza qytetare, ku njerëzit mund të varrosen së bashku. Ne jetojmë bashkë, ne ndajmë vështirësitë të këtij vendi, ne kemi nda luftën e paqen, e gëzimin e dhënimin së bashku. Por kur ne largohemi kësaj jete, ne detyrohemi me u nda on Dragodan, on këtë pjesë, on atë pjesë, dhe shteti, shoqënia, institucionet komunale kanë përgjegjësi të madhe që nuk e rregullojnë këtë çështje, por kjo mbetet kështu ndarës ose përqarëse. Në qytetin e Prishtinës ne kemi varrezat muslimane, Dragodan ndonse quhen varrezat qytetit, por nuk janë varrezat qytetit. Nuk janë, ato janë me kohën, janë reformuar në farë forme. Por komuna pretendon se i takojnë komunës, bën investime të komunës, që nuk janë domethënë pronë e bikut, por ti nuk mundesh mu varros aty pa marrë leje prej Bashkisë Islame. Por pronë edhe rregullimin e tyre e bën komuna e Prishtinës. Mirë po edhe ndërtesa, edhe xhamia, edhe gjithçka që ndërtu aty të japin me kuptu që ato janë varreza muslimane. Por nëse ju shkoni në komunë, nëse do të kishte një zyrtar komunar të thonë jo, ato janë varreza të qytetit. Shkoni ju, provoni, akuzon kush më nguc. Tash ti ke rast vdekje, e ti jenë me dyshje, a më shku me provu, me boni provë si po kalon, apo me kalu në një formë marrëveshje kur ti shkon në Bashkinë Islame dhe lut për mirëkuptim, që zakonisht kanë treguar mirëkuptim plot, por që institucionet e vendit në një farë mënyrë manipulojnë këtë situatë. Pastaj ne kemi varrezat katolike, ortodokse, kemi varreza hebreje dhe komuna së fundi kanë nda varrezat protestante poshtu në Prishtinë, cilat janë një hapësirë toke që është vendi të mëshëm ku kush as nuk është dashur me varros në atë vend, por komuna është mundu me rregullu këtë çështje duke i nda sipas përkatësive fetare. Në një vend ku ne flasim për bashkëtesë, ku ne dojmë me konë shembulli tolerancës, në një çështje të tillë kaq të rëndësishme të varrimit, ne e dëshmojmë të kundërtën, dhe vendi jonë e bën të kundërtën. Dhe pastaj ne detyrojmë familjet që mund të kenë pjesëtar brenda një familje që i takojnë përkatësive ndryshme fetare, që të përplasen në një moment dëmshëm, në vend që të merren me dhimbjen e tyre, duhet merren tani me ceremoni. Pikërisht. Edhe unë ju tregoj veç një shembull, për shembull kur ne kemi dikon përkatësisë tonë, ne duhet më shku me pagu antarësinë Bashkinë Islame, se nuk mundesh më varros pa pagu antarësinë. Kështu që ti ke tu të njëjtën si protestant, por kur des duhet më shku me pagu antarësinë bik. Edhe për më shumë varros në varreza qytetit. Ose jo besimtare. Ose një besimtar duhet me pagu antarësinë, edhe nëse kur të njëjtën s'ka shku në kishën xhami. Në ndërkohë, domethënë ka pagu gjithë jetën, taksa, ka punu, ka kontribu për këtë vend. Unë e di që në Perëndim, sidomos, varrezat qytetare përfshin gjitha fetë. Domethënë qytetari i komunës, për shembull të Prishtinës, varroset në varrezat e qytetit, por aty nuk ka dallim feja. Me thënë, kulturën tonë është zakonisht kryefamiljari ose dikush antar më të dhejtë familjes japin mendimet në momentet ceremonive mortore, thonë japin mendimet e tyre personale, absolutisht, dhe në asnjë moment pothuajse nuk diskutohet në rast të kalonja amanetës një dëshirë të fundit i vdekurit. Me thënë, pak mirën parasysh ato ose as pak. Më thonë janë dëshira pothuajse të parealizueshme sepse janë tabu që realisht as i vdekurit nuk është që
ka ditë me zgjedh, sepse mungesë kulture kjo, Po. ka ditë me zgjedh t'jap porosi se si do donte të varrosej, si do donte të zhvillohej ajo ceremoni. Ose bien kundërshtim me veprimtarinë e të ndjerit. Ose bien Ndoshta ai ka qenë për gjatë jetës kundër çati rituali ose çka dion, por mandej përmbyllja duke mos dash me ra ndesh po. me bot kuptimet lidhur me këto ceremonit, varet cilit komunitet fetari ta kanë, ndoshta imponohet familja me krye një ceremoni për cilën as vetë ata nuk ishin me qenë të pajtimit. Siç tha edhe pastori, na nuk ish dasht aty me u nda, domethënë me u identifiku vetëm të një feje, se janë të qytetit. Ato quhen qytetet realisht, varrezat e qytetit, sepse ato janë në menaxhimin e komunës, është hapësirë publike që menaxhohet nga komuna dhe ato quhen varrezat e qytetit. Realisht po tradicionalisht kohë të gjatë janë ndame në fe të ndryshme.